Hey, what's up guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video unë do udhtoj në çdo shtet të botës, duke që në Shqipëri. Ju do thoni çfarë, si, qysh, tek, po, është e vërtet. Unë sot do provoj ushqime nga çdo shtet i botës. Për të qenë super e pastër me ju, unë do jap vlerësimin tim më të sinqert për çdo restorant ku unë do shkoj, dhe në çdo restorant do kërkoj ushqimin më tradicional të atij shteti. Këtë video gjithashtu mund ta quaj si një hack se si mund të udhtoni gjithë botën brenda një dite dhe brenda Shqipërisë. Nuk do flas më tepër, thjesht ndiqni videon dhe mirë se erdhët në Meksik, Tajland, Libani, Turqi, Francë, Amerikë, Shqipëri, Kinë, Greqi. Ja ku jemi në Francë, ja ku duken dhe këto hekurat e kritares dhe mund të thoni Hilda jetë ishte një lagje të Tiranës, jo. Në Francë, në Paris, në qendër të Parisit, dhe ne sot do ham një gjë që të gjithë besoj dëshironi ta provoni një herë në jetën tuaj, duket që në pamje super e shijshme, super e mirë dhe janë kërminj. Kërmilla. Do ham disa kërminj, kërmilla, po, do ham kërminj. Është një sakrificë që unë dhe bëj për ju, kështu që shpresoj mos të vjell, sepse kemi edhe disa restorante të tjera për të provuar ushqimin e tyre tradicional, dhe më vjen shumë inat me Francën që kanë kërmin si ushqim tradicional, por shiko, përderisa e kanë, ndoshta nuk është aq e keqe. Vetëm kur e mendoj, nuk e di pse po e bëj këtë, unë thjesht mos të përfshija Francën fare. Nëse, dua aq pak të provoj kërmin se që shive si po më dridhet. Okej, tani s'po më pritet se e mbështes krahun këtu. Jo, s'po dridhet më. Tani që ju avuran duke nuk po më dridhet në duart, nëse. Ore, kështu duket shumë bukur, po. Ja, si duken kërminit. Ora, duket që është kërmil. Tani kam shumë... Nuk duhet t'i ha, nuk duhet t'i... Duhet ta kapësh kështu, edhe me luk. Po më përzihet vetëm duke e parë. Ndoshta thjesht nuk duhet ta shoh. Ke lugë shumë e madhe për këtë kërmill që... Oh my god, what is that? Okej, mendoj që thjesht duhet ta kam ujin gati. Thjesht do mbylli, do e ha, do kem një letër gati nëse do duhet ta pështyj. Duhet që po përgatitem për lutë. Nuk jam mirë. Shif, nuk është se kishte shije të tmerrshme, po thjesht ideja që ti e di që po ha një kërmill. Pasi kërmillat që i shef përbi shi që dalin edhe janë aq slimy dhe unë tani e hëngra atë gjën edhe kam në trup gjithmonë. Jo për gjithmonë, po. Nuk është se kishte shije të tmerrshme. Mund të them që e provova një si eksperiencë dhe nuk do e provoj më kur. Më vjen realisht keq për to kërmilla që janë në këtë pjatë, që janë kapur dhe janë këtu që ti haj unë, po s'do. Thjesht po vjen për gjithë kur e kujtoj. Pse e bëra këtë gjë? Thjesht kur e mendoj sa slimy janë edhe nuk e di si mund t'jap një vlerësim për ushqimin tradicional francez dhe për kërmint, sepse nuk i kam provuar kurrë dhe nuk kam ku të bazohem. Për mua është një 0 nga 10. Nuk do haj më kurrë kërminj. Nuk është se kishte shije të tmerrshme. I urrej mashpifën, nuk do t'i provoj më kurrë. Nëse ju bjen herë rasti tani kërminj, mos mbani pritshmëri të larta sepse do zhgënjeheni. Mos mbani pritshmëri fare. Thjesht mos i hani. Është këshilla ime e tretë. Tani nëse shoh kërminj në rrugë, nuk do i shoh të më njësoj. Është e çuditshme, është si tash një flutur, duket kështu si illegal, duket si e paligjshme. Kërmint kushtonin vetëm 6.000 lekë të vjetra. Dhe nuk e di pse më bëri përshtypje prisja që ishin super të shtrenjta, por kur e mendon, pse do ishin të shtrenjta kërmint, sepse unë mund t'i gjej në rrugë, t'i marr dhe t'i gatuaj. Dhe ja ku jemi në Amerikë. Nëse në restorantet e tjera kam hamencuar se cili restorant mund të ketë ushqime tradicionale nga një vend, nga një shtet i caktuar, kjo e di që është 100% amerikane sepse e ka që në emër. Po, jam te Tonis i famshëm, Tonis super i njohur, që në fillim ka pasur atë locationin e parë te afër Digës, afër liçenit, dhe tani nuk ka shumë kohë, në fakt mund të ketë një ose 2 vite, nuk jam shumë e sigurt, që ka hapur pikën e dytë te Piramida. Më lejoni t'ju them që kjo është pika ime e preferuar. Tani si shumë restorante të tjera në këtë video, mendoj që edhe kjo mund të jetë pak biased, sepse vi shumë shpesh këtu dhe më pëlqejnë super shumë ushqimet që ka Tonis, dhe sidomos ambienti që e kanë bërë fiks si një vend, si një ambient amerikan, si një restorant amerikan. Për asaj që vitet Tonis më duket sikur jam realisht në një restorant, në një bar amerikan, më lini t'ju tregoj që të më kuptoni, okay? Tani ne dim që ushqimi më tradicional i Amerikës është burgeri, pa diskutim, por mendova të jem pak më interesante sepse të gjithë e dim se çfarë shije ka një burger, dhe vendosa të merrja një pastrami sandwich dhe
Gjithashtu më thanë se Tonis ka një ndërthurje mes Amerikës dhe Meksikës, sepse siç e dim të gjithë amerikanët han pafundësisht ushqime meksikane. Dhe këtu te Tonis ka një seksion të tërë në menu dedikuar ushqimeve meksikane, ndaj vendosa që të merrja dhe një tacos. Sapo kanë ardhur duke qenë të mira, nuk kam durim t'ua tregoj, por duhet ta shifti këtë mrekulli. O zot, duket kaq e mirë se që kam frikë ta ha. Ai caramba. Apo s'tuhet e caramba. O zot, ky pastrami sandwich duket gjëja më e mirë në botë. Veçantia e pastrami sandwich është që është shumë i thjeshtë, që është thjesht pastrami me djathtë të shkrirë që nuk do pres më gjatë. Këto ma dikan pikën e dobët mua, okay? Ma dikan pikën e dobët sepse një sekond. Tani, kur ha nuk flet njeriu. Edhe këtë ma ka thënë nona ime gjithë jetën që kur ha nuk flet. Në këtë pastrami sandwich pas ka dhe qep të kuqe, por qep të kuqe turshi. Ashtu quhen? Merë di shpritin në vend. Mësoj kamerari salsë pikante, për të provoj me tacos, mendoj se pastrami duhet ngrënë kështu siç e ka bërë shefi, sepse pas ka qarë. Nuk mund të mungoj lajmi sipër. E di që po ja bën shumë me sy, por sorry, është gjitha për mua. Mund ta kuptosh që është spicy. Të nga ngjyra. Sa cringe kjo që thash spicy. Nice. Gjithmonë bën hit si hera e parë që e haj dhe ja vleti që u bëra zhurt. Normalisht si në çdo vend tjetër do e marr me vete sepse nuk çojmë ushqime dëm në këtë kanal. Nuk kam si t'i lej këtu ku janë kaq të mira, okay? Like sorry. Tani pastrami sandwich është një 10 nga 10 dhe ai touch i atyre qepëve të kuqe, turshi ishte diçka që nuk e kisha provuar kurrë më parë në pastrami sandwich dhe tacosat besoj se thjesht e kuptuat nga reagimi im se janë një 17 nga 10. Janë të dyja super të mira, e super rekomandoj këtë vend, nëse doni ushqim amerikan super tradicional dhe super të shijshëm, duhet vini te Tonis. Nuk mund të largohem akoma nga këtu pa u treguar 100% transparente me ju si gjithmonë dhe t'ju tregoj çmimet. Atëherë pastrami sandwich është 1290 lekë të reja, pra 12900 lekë të vjetra. Dhe gjithashtu tacos kushtojnë 950 lekë të reja ose 9500 lekë të vjetra. Edhe me çmimet jam shumë e kënaqur, 17 nga 10. Pse duket më duk si një gojë. Që nga më vërtet një gojë, por që ka mos si për gojë. Nuk jam as pak serioze. Ashtu. Dhe ja ku është pjata jon greke. Tani ushqimi më i pritshëm tradicional grek që unë mund të bëja në këtë video është sufllaqja. Por të gjithë e dim se çfarë shije ka sufllaqja dhe nuk është se do kishte ndonjë vlerësi ose ndonjë review shumë interesant. Kjo quhet Tiro Kafteri. U futa në restorant, pyeta kamarierët se çfarë ushqimesh tradicionale kanë nga vende të ndryshme të botës, sepse unë vi shpesh në këtë restorant. Ka ushqime shumë të shijshme, shumë interesante, ka meze të ndryshme dhe një prej këtyre ishte Tiro Kafteri, diçka e tillë. Dhe ai më tha që është djath, spec djegës, gjëra të ndryshme, por do e provojmë. Tani më kanë sjellë një gotë diçka që nuk e di ç'është. Uzo, gaz. Ndoshta thjesht më urren, pse është shumë e fortë, nuk mundem, kam fund për të bërë sot. Tani kjo duket nga pamja, duket si gjiz me spec të kuq, ndoshta është djegës, ndoshta jo, majdanoz sipër, ka koper, le të thjesht ta provojmë se ngel më ka fol. Jo speci nuk është nga djegës, vetë kjo është djegëse, dhe që nga shumë e mirë. Nuk kam të rekomendoj, është një 10 nga 10. Ju e dini sa të vështirë e kam t'jap vlerësi me 10 nga 10, por realisht është shumë e mirë. S'ka çfarë i bën. Pra Tiro Kafteria kushton vetëm 450 lekë të reja ose 4500 lekë të vjetra. Jam duke dërsitur, po vdes. Dhe mendoj se është një çmim shumë i arsyeshëm, sepse siç u thash është thjesht gjiz. Por shumë e mirë. Është shumë e mirë dhe mendoj që ja vlen për 4500 lekë. 10 nga 10. Kaq. Dhe ja ku jemi në Shqipëri. Nuk kisha si të bëja një video ku provoj ushqime tradicionale nga çdo shtet i botës dhe mos të përfshija pikërisht Shqipërinë që e duam kaq shumë, atë tonë të dashur.
Dhe mendoj se të gjithë ju shqiptar e dini shumë mirë ku hahet ushqimi tradicional shqiptar më i mirë në gjithë Shqipërinë dhe besoj se kuptoni se ku jam këtu, jam pikërisht te Era. Këtu në fakt jam te restoranti që kanë në blok sepse kanë datur restorantin që është afër arenës. Dua të di cilat janë ushqimet më tradicionale shqiptare që mund të marr këtu te Era. Si fillim mendoj ta nisim një petë fshirë, është nga zona e Korçës. Po pastaj se ndoshta kjo është pak. Po, është pak. doja të tregoj pjatin e famshëm, tavën e kosit. Që është nga zona e Basanit. Minis direkt, nuk dua asgjë më tepër. A few moments later. Mirë, mirë. Shumë faleminderit. Duken super të mirë, nuk kanë se të duken ndryshe, janë pjatat tona, pjatat e shqiptarëve, shqipe mashme. Dhe ja ku janë petullat e fshira që duken ato super të mira. Tava e kosit plotësisht tradicionale shqiptare, duket super e mirë. Nuk e di çdo efekt për një tavë kosit, por mund të kem 2 vite pa ngrënë petullat e fshira dhe kam 2 vite që më ka shkuar mendja keq fare. Tani këto janë ushqim tradicional specifikisht nga Korça. Bon apetit. Po, Era e di se çfarë bën, jam super e lumtur që provova petullat të fshira pas kaq kohësh dhe janë kaq të mira. 15 nga 10. Tani tava e kosit është muhabet tjetër. Unë tavën e kosit e kam ngrënë vetëm nga mamaja ime dhe them drejtën pëlqen shumë tava e kosit, por nuk kam ngrënë asnjëherë tavë kosi në restorant. Kështu që do shohim si është nga dora e shefit të Erës. Shiko, kjo tava e kosit që nga shumë interesante sepse gjithë mishi është në qendër të tavës. Është e nxehtë, por më fal tavë kosi është ky, sepse po më shijon kaq shumë një tavë kosi. Si mund të reagoj një person kështu për një tavë kosi? Ua që nga shumë e mirë, nuk e prisja. Shiko, ne tani e dim që ne shqiptarët nuk shkënjejmë me ushqimet tona dhe me asgjë tjetër, okay? Me këtë tavën e kosit, jo që nuk shkënjejnë, por nuk ka asnjë lloj pendes. Nëse unë tani që hëngra këtë tavën e kosit, unë mund të vdes e qet. Pra në shtratin tim të vdekjes mati dhe kujtoj këtë tavë kosit do I love it. Nuk e dija që do pëlqente kaq shumë një tavë kosi, por sa të rrojmë do pëlqejmë, sa të rrojmë do shijojmë. Dhe vlerësimi jem përfundimtar për këto 2 pjata tradicionale shqiptare nga Era janë, ju e dini tashmë që janë një 15 nga 10, janë super të shijshme, i kanë gatuar më së miri. Nuk e dija se çfarë është tava e kosit, nuk do pëlqente kaq shumë. Kjo do jetë tema e ditës për sot. Kudo që të takoj, edhe në rrugë kur dal, do i them, "Ej, e dini ju që mua pëlqen tava e kosit në fakt kaq shumë, shkoni te Era, provojeni." Më pëlqen shumë dhe ambienti ka komplet një vibe shqiptar. Edhe ju e dini të gjithë besoj se sa mbajnë radhë turistat këtu te Era, sidomos te Era në blok. Nëse vini këtu pas orës 6-7, thash 6-7. Ata bëj, kam turp. Zota bëj. Pas orës 6. Më frisni tani. Dhe si në çdo restorant tjetër do ju tregoj çmimet e pjatave që kam marrë për të qenë 100% transparente me ju. Petullat e fshira pikë Korçe janë vetëm 640 lekë të reja ose 6400 lekë të vjetra, që ja super flejnë mendoj unë. Dhe tava e kosit është vetëm 950 lekë të reja ose 9500 lekë të vjetra. Që mendoj se bën shumë sens për këtë tavë kosi dhe mendoj se këtë tavën e kosit mund ta hanë 2 deri në 3 persona. Pra çmimet e arsyeshme, ambient super i lezetshëm, ushqime super të shijshme, nuk di çfarë të them më tepër për Erën. Dhe ja ku jemi në një restorant arabik. Pra, restoranti quhet Shija Arabike. Unë erdha ke ky restorant sepse bëra search për ushqim libanez dhe më doli kjo dhe nuk e di cila mund të jetë një ushqim tradicional libanez. Më duhet të komentoj që gjëja e parë që vura re kur u hyra këtu brenda është aroma, ka një erë shumë të rëndë. Ka një herë shumë të keq, nuk e kuptoj pse, nuk e di pse, por mezi u pres thjesht hajde të zhdukem, por nëse. Kë do më rekomandoj ti? Thjesht jo shumë të rëndë. Shawarma janë shumë mirë. Okej, më bëj një shawarma se besoj është më pak në sasi apo jo. A mund t'ulem jashtë? Po. Okej. Ndonjë gjë për të bërë sallat? The salad, you fucking donut. Of course you don't put fucking salad. Okej, ula jashtë sepse realisht mati shumë herë të rëndë kjo e kuptoja. Më bante shumë herë të keq dhe u detyrova të ulesha këtu jashtë, po jam që kam të më rehat këtu jashtë, po shoh edhe njerëz duke kaluar. Tani ka kaluar literalisht 35 minuta dhe është vonuar shumë se që mendoja, se që prisja. A mund të vonohesh kaq shumë për një shawarma? Nuk e di. Shpresoj shumë që t'ja vlej për gjithë të pritje 35 minuta për një shawarma, por
Ndoshta ja vlen, shpresojmë. Okej, nuk e di çfarë pritshmërie kisha për shawarma, por nuk mendoja që një shawarma ishte kjo. Ose ndoshta nga që është e prerë në sopa të vogla. Domethënë në syrin tim duket më tepër si një club sandwich në pamje, nuk prisa të vinte me patate, edhe me ketchup, edhe me majonezë, që pse është kjo majoneza sikur gabimisht dikush ka futur 2 gishta këtu edhe i kanë rreshqitur 2 ditë nëse. Nuk prisa të vinte me të patate, por ndoshta unë thjesht nuk ja kam iden fare se çfarë është një shawarma tradicionale libaneze, kështu që thjesht ta provojmë. Është në pul, por nuk është se ka shumë shije pule, mendoj nga erëzat, sepse ka shumë erëza dhe këto njihen që përdoren shumë erëza. Është okay, disa shije ka, ke parasysh kur mami bën ndonjëherë ndonjë mish viçi për shembull që e bën slow cook, të nxjerrë me presion, ashtu atë shije ka. Ndoshta është thjesht mish viçi dhe po ja fus kopën, ndoshta nuk është pulë, po e kuptoj. Prisa që shawarma të kishte edhe perime brenda, prisa të kishte ndonjë kastraves, ndonjë domate, por kjo është literalisht thjesht pite dhe mish. Pule ose viçi nuk e dim akoma. Prisja më shumë, por ndoshta kjo është tradicionale, nuk e di. Okej, është e mirë. A do ja haja herë tjetër? Nëse do ma jep të dikush random dhe fare, po, por a do vija unë vet këtu për ta ngrënë këtë? Mendoj se jo, mendoj se shawarma mund të ketë në vende të tjera që mund të jetë më e larmishme, me më shumë përbërës. Shef kisha të drejtë. Thjesht bëra search shawarma dhe të gjitha kanë perime nga brenda. Review-ja ime, vlerësimi i shawarmës këtu nga 1 deri te 10 është një 7. Është okay, por mund të ishte edhe më mirë. Mund të kishte përbërës të tjera, mund të ishte pak më juicy, është pak si e thatë, marinimi, erzat e kanë bërë shumë të veçantë. Nëse ajo shawarma kushtoi 6.000 lekë të vjetra ose 600 lekë të reja, mendoj që ja vlen të për atë çmim, mendoj se është një çmim normal. Mund të ishte edhe më lirë, por jo, mendoj që ishte okay. Dhe vazhdojmë te vendi i radhës. Po da harrova t'ju thoja që ushqimet i kam marrë me vete, i kam paketuar, sepse në këtë ekonomi nuk mund të çosh dëm asnjë ushqim. Në çfarë lloj ekonomie në fakt. Dhe ja ku erdhëm në Tajland. Kam menu në dorë dhe ka shumë larmishmëri ushqimesh nga çfarë mund të zgjedh, por si në çdo vend tjetër do të pyes kamarierin se cili mund të jetë ushqimi më tradicional tajlandez. Ka shumë gjëra, nuk e di. Kam frikë tani. I'm so scared. Se cringe bëra si ato influencers. Guys, I'm so scared. I'm gonna like try a coffee now. I'm so scared, guys. Oh my god. Wait, why am I scared? Oh my god, I'm gonna try it. Wait, why am I so scared right now? Oh my god. Kusht broja. Okej, më rekomandoj noodlesa Pad Thai që janë noodles me bazë orizi. Porosita dhe një ujë, besoj se edhe ky ujë është tajlandez, domethënë nuk e di, nga shija besoj gjithsesi. E ka të sparku ndjej Tajlandën në këtë shishe. Më duhet të them që ambienti është on theme. Ja ku erdhi pjata jon tajlandeze, tradicionale tajlandeze dhe ja ku tjetër ku e afër. Kam pritshmëri, jam shumë kurioze. Djali më dha dhe chopsticks, kështu që unë do përdor chopsticks, ta vdem një vajzë 100% tajlandeze sot. Provojmë një herë makaronadat. Hajde do bëjmë oktapodo makaronada tani për qef. Si do i hajmë këto pa u bërë zhull. Okej, ju që po më shifni tani mbyllini pak syt sa ta haj këtë, mos më shifni pak. Mund të hapni prapë syt tani. Noodlesat s'po më japin shumë, nuk po më japin shumë gjë, nuk po bëjnë shumë hit, me thënë drejtën. Nuk është se ka shumë përbërës si noodlesa, shoh që ka pak lakra, ndoshta pak vezë, vezë omlete, pak karrota, por janë shumë të pakta në sasi. Shpresoj mos jetë duke më dëgjuar kuzhinieri. Jam pak e zhgënjur, prisja më shumë. Edhe nga pamja nuk është se më la ndonjë gjë, s'më dha ndonjë emocion. Dhe të them drejtën nuk është se nuk ka shumë shije, është pak, nuk e di, është thjesht ushqimi tajlandez që ndoshta nuk është për mua, ose nuk është thjesht Pad Thai, nuk është në shijet e mia, apo thjesht realisht ky vend, ndoshta si ta bëj mirë, nuk jam e sigurt, nuk e di. Kështu që unë jap një vlerësim Pad Thai një 5 nga 10. Nuk është e tmerrshme, nuk është jetë keqe, po thjesht nuk është se ka nuk është se më bën përshtypje, nuk është se më lë mbresa, po flas kur jam 50 vjet. Sot më ndodhi gjëja më e sikletshme, i kërkova faturën, futa dorën në çantë për gjetur kuletën dhe kisha harruar kuletën në makinë. Po shumë awkward situata se dukej sikur doja të ikja pa paguar, por shkova deri te makina, mora kuletën, paguajta dhe Pad Thai
Thai noodles ishin 11.000 lek. Pra 1.100 lek të reja. Mendoj se çmimi bën sens, por nuk mendon se vlen. Nuk ja vlente për atë shije që kishte. Nuk e di pse, në fakt e mora me vete normalisht dhe kur e pa plot atë pjatën pa pak si çuditshëm dhe i thash që ishin shumë të mira, thjesht jam gopur. Presoj shumë mos ta shohë këtë videon. Thjesht nuk doja të ndoja ndjenjat nëse po sheh këtë videon, okay? Dhe ja ku jemi në restorantin turk. Tani kam mendon këtu, por nuk jam shumë e sigurt se cila mund të jetë ushqimi më tradicional turk, por të gjitha duken shumë turke. Ka shumë gjëra, ka shumë gjëra. Dua të pyes cila është ushqimi më tradicional turk që më keni. Tradicional është. Po. Kebab. Kebab? Okej, ato më bëj. Okej, kamarieri më tha se ushqimi më tradicional turk është kebapi dhe mund ta merrja pikant ose jo pikant, e mora pikant dhe do shohim se si është. Dhe ky është kebapi në fjalë. Okej, nga pamja jam pak e konfuzuar. Prisja një kebab like doner, like kebab, like shawarma, është njëjta gjë. Ky është një ushqim tradicional turk, kështu që unë jam me gabuar në këtë rast, jo restoranti. Okej, provojmë një herë kebabin pra mishin, bashkë me pak pipe. Ndoshta pamja lindi për dëshiruar, po mishi që ka shumë mirë. Në fakt është pak si suflaqe e hapur, por like Turkish edition. Me rizin s'ka si ka bon, kështu që në fakt ky riz është oriz, por ka disa copa, nuk e di çfarë janë këto kokrat. Ju thash nuk e si ka bon, është oriz. Turqi. Ojo. Mërë çdo gjë, thjesht kam ngrënë një kafshat të tërë me speca. Më fje shumë gjëna që po lej gjithë ushqim këtu, por kemi shumë vende ku do ham sot, ndaj nuk mund ta haj të gjithën. Siç u thash, mishi ishte realisht shumë i mirë dhe nuk e prisja. Mund të them që ishte një 10 nga 10. Nuk kam çaj them. Pastaj si pjat, ndoshta do të kisha bërë një research, por nuk e kuptoj se si hahet. Ndoshta hahet të veç gjitha, thjesht më bën sens që të haj një kafshat speci të pjekur dhe një kafshat domate dhe pastaj domethënë është pak e komplikuar, duhet bëj research. Thjesht e kërkoj dhe më mësoj për vete, nuk është do t'ja tregoj juve. Si një pjatë e tërë, vetëm nga është pak e komplikuar, mund të them që është një 8 nga 10, por mishi është realisht një 10 nga 10, nuk kam çfarë i them, kështu që Turqia e kaloi provën. O zot, më në fund dola dhe them më në fund sepse kishte një vibe aq awkward edhe të çuditshme aty. Kamarieri ishte shumë i çuditshëm me mua, nuk e di pse. Ishte shumë e çuditshme dhe më në fund mund të flas pak me zë të lartë sepse ishte shumë qetësi aty dhe s'po kuptoja. Nuk doja që të më dëgjonin reviews të asajt. Gjithë ajo pjatë kushtonte 950 lek të reja, pra 9500 lek të vjetra. Dhe mendoj që është pak e shtrenjtë. Ndoshta është thjesht mendimi im, por like mishi ishte shumë i mirë, por nuk ja vlente për aq. Like 10.000 lek është shumë. Jo, 10.000 lek është më vërtet shumë. Dhe ja ku erdhëm në Kin. Tu do ham ushqim tradicional kinez. Dhe mund të jetë shumë bias dhe pa drejt, por unë vi kaq shpesh këtu sepse kanë noodlesat më të mira në botë dhe pulën sweet and sour më të mirë në botë. Dhe unë gjithmonë porosis ato, por nuk e di nëse ato janë ushqime tradicionale kineze dhe tradicionale. Në fakt çdo gjë që kam provuar këtu është shumë mirë dhe shpresoj të jetë dhe ajo që do mos sugjeroj kamarierja sot. What would be the most traditional Chinese food that you have here? Chow mein. What was it called? Chow mein, macaroni me perima. Okay, I'll have that one then. Edhe ja ku erdhën noodlesat më të mira që kam provuar ndonjëherë, pa e provuar akoma, janë super të bollshme. Sa që vi këtu gjithmonë kjo muzika dramatike fare. Nuk e di, pak të salcë pikante, këto noodlesat nuk janë asgjë, nuk vlen. Realisht e bën 10 herë më të mirë. Dhe tani marrim chopsticksat. Shiko, tani unë mund të ndoni pak syt sa ta haktë. Ndoni syt, e keni mbyllur? Okej. So spicy. Po, kjo salsa spicy është shumë e mirë, por me sa duket kanë hedhur shumë se ç'duhet. Nëse doja të thoya që nëse mua më duke i vendi tajlandez shumë on theme, ky vend është thjesht 100% on theme, edhe nga muzika dhe t'ja tregoj pak ambientin sepse ja vlen t'ja tregoj. Dhe në fakt sa hyn në derë ka një si tip akuariumi me ato peshqit japonez quhen, por nuk shkoj aty sepse aty është gjithë stafi. Mjaftoni me kaq, edhe kaq është mjaftueshëm tradicionale. Siç ju thash, kjo është porosia ime e përhershme në këtë restorant, vetëm se është plus pool. Është një 9 nga 10 sepse
se jam e pulish një 17 nga 10, është shumë e mirë. Më fal për këto makarona kaq të mira dhe kaq me shije dhe me kaq shumë përbërës, ishin vetëm 540 lek, pra 5400 lek, dhe kur mendon është super lirë e para punës në krahasim me ato noodlesat tajlandez që nuk ja vlenin fare. Kur mendon janë makarona dhe nëse ulesh në një restorant dhe porosit makarona, nuk është e vështirë të gjesh makarona 540 lek. Ja kur I kthyem më në fund në shtëpi pas një dite super të gjatë duke ngrënë. Vetëm kemi ngrënë sot, nuk e di pse jam lodhur kaq shumë duke ngrënë, ndoshta nga që është shumë vap, ndoshta nga që kam gjithë ditën në rrugëve, un kam ngrënë dhe deri në 10.000 kalori në ditë dhe nuk e dija jam lodhur kaq shumë. Nëse keni para të video mund ta shihni ke linku këtu sipër. Përshtypjet e mia për këtë video janë shumë ushqime tradicionale të vendeve të ndryshme që un nuk do e haja më kurrë dhe nëse nuk do ishte për këtë video nuk do I kisha ngrënë ndonjëherë sepse thjesht nuk janë në shijet e mia. Ju e dini tashmë që un kërmint nuk do I shoh dot më njësoj nga kjo ditë e tutje. Gjithashtu dhe ushqimi tajlandez nuk më pëlqeu dhe ai shumë, nuk jam e sigurt nëse ishte thjesht restoranti që nuk dinte të gatuante aq mirë apo është ushqimi tajlandez që nuk I përshtatet shijeve të mia. Kam përshtypjen se është restoranti, kishte një ndryshim drastik mes të dyjave. Dhe nga vlerësimet e mia besoj se e dini tashmë se cilat janë ushqimet e mia të preferuara dhe janë nga Amerika dhe Shqipëria. Nuk kishte si të shkonte ndryshe, e para punës jam shqiptare dhe e dyta punës jam dhe amerikane. Kam lindur në Amerikë dhe ato ushqimet janë gjëja më e mirë në botë. Ishte shumë interesante të provoja nga kuzhina të ndryshme dhe ishte shumë eksperiencë e bukur. U kënaqa shumë duke bërë këtë videon. Tani jam e sigurt që kam lënë pafundësisht shtete pa bërë, kështu që nëse dëshironi një part 2, më thoni në komente dhe unë do e bëj sa më shpejt për ju. Edhe nëse nuk doni ta bëj, unë jam e sigurt që do e bëj së shpejti sepse u kënaqa shumë dhe dua të provoj edhe ushqime të tjera sepse vdes ta ha. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, subscribe, share dhe lini koment poshtë për videot që doni të shihni në vazhdim dhe unë do I bëj për ju dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.